Lejoni t'ju falenderoj sot për prezencën në këtë konferencë të rëndësishme. Është kënaqësi dhe ndere veçantë që sot të flas në një konferencë për një nga temat më të rëndësishme për çdo shtet modern: siguria ushqimore dhe shëndeti i kafshëve. Siguria ushqimore nuk është vetëm çështje teknike, ajo është kontratë mes shtetit dhe qytetarit. Është një marrëdhënie besimi që ndërtohet çdo ditë dhe është një besim që duhet ruhet përjetësisht. Sepse pa siguri ushqimore nuk ka shëndet publik. Pa shëndet publik nuk ka ekonomi qëndrueshme, dhe pa ekonomi qëndrueshme dhe pa standarde nuk do të ketë integrim në Bashkimin Evropian. Bujqësia mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë tonë. Është burimi i ardhurave për shumë fermerë në Kosovë. Bazë të dhënave të fundit, vlera e shtuar bruto e sektorit të bujqësisë në vitin 2025 ka arritur mbi 810 milion euro. Kjo signifikon një zhvillim të rëndësishëm në Kosovë, një mundësi për fermerët, por mbi të gjitha edhe nevojën që të sigurohen standardet më të larta të sigurisë ushqimore. Kjo mundëson hapjen e shtigjeve të reja të eksportit për kompanitë tona. Kosova ka bërë një progres të rëndësishëm në vitet e fundit për sistemin e sigurisë ushqimore. Kemi siguru financim të fushatat të vaksinimit dhe kemi avancuar dukshëm në sistemin e gjurmëshmërisë. Megjithatë, ne duhet të jemi të sinqertë. Ende jemi në një fazë të moderuar progresit sa i përket standardeve të sigurisë ushqimore. Si ministër i bujqësisë, sot para jush dëshiroj të nënvizoj një drejtim të ri, të qartë dhe të matshëm për këtë sektor. Brenda vitit, bashkë me agjensinë dhe stafin e ministrisë, do publikojmë e do draftojmë një udhëzim të ri, i cili përafron në terma të matshëm, me përgjegjësi individuale, çdo standard të mundshëm në këtë sektor, çdo standard të Bashkimit Evropian. Ne duhet jemi konkurrues duke zbatuar standardet më të larta. Brenda 12 muajve, ashtu do të reformojmë sistemin e inspektive. Nga një inspektim formal, po kalojmë në një inspektim i cili bazohet në rrezik. Nuk ka nevojë që bizneset tona të ngarkohen me kontrollet të panevojshme. Ato do të bazohen vetëm në rrezik. Në fund, më lejo të potencoj që deri në vitin 2027, sistemi digital dhe i plot i gjurmëshmërisë do të jetë një nga prioritetet tona esenciale të këtij sektori. Duhet të them edhe diçka. Siguria ushqimore moderne kërkon një qasje të integruar që e lidh shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe mjedisit. Për këtë arsye, në kuadër të kësaj pikpamje vizionit të ri, do fuqizojmë qasjen One Health dhe do të ndërtojmë mekanizma të koordinuar për të adresuar të gjitha rreziqet që i kanosen të gjitha qenieve dhe shëndetit njerëzor. Standardet e Bashkimit Evropian nuk mund shihen vetëm si barë për fermerët tonë, po besoj fuqimisht që janë një mundësi reale për zhvillim edhe eksport. Ato janë pasaporta jonë që lejon produktet e Kosovës të hyjnë në tregje më të mëdha dhe konkurruese. Roli i shtetit është që këto standarde t'i bëjë të arritshme dhe ky do të jetë edhe misioni jonë. Kjo reformë nuk mund të realizohet pa partneritete. Bashkëpunimi me institucionet si kjo sot dhe gjitha institucionet e Bashkimit Evropian është po aq i rëndësishëm në këtë proces. Duhet të nënvizoj që kjo reformë do vendos standarde të reja. Siguria ushqimore është siguri kombëtare. Siguria ushqimore është shëndet publik, siguria ushqimore është zhvillim ekonomik dhe është rruga jonë drejt Bashkimit Evropian. Duke ju falendëruar të gjithëve, veç e veç për prezencën dhe kontributin dhe faleminderes për ftesën, ju dëshiroj sukses dhe mbarvajtje në këtë konferencë. Ju falenderoj shumë. Sfidat kryesore.
numër i vogël inspektorëve. Unë e këmë përmendi kemi vetëm 83. Në raport me vendet tjera të regionit. Po e marë Malin e Zi, i cili është 3 herë më i vogël. I kam mbi 150. Macedonia i ka 350. Bosna dhe Hercegovina i ka 550. Edhe shumë vende tjera. Unë e di që na këta e këshim zavendësuar edhe me inteligencën artificiale. Po nuk është e mundshme. Është e pa mundshme. Inspektori duhet me dalë në teren, duhet me pa, duhet me bo proces verbalin, edhe duhet me konstatu edhe me verifiku qendrën. Është e pa mundshme, po them, jemi të gatshëm për me vot pa mundërën, edhe numri inspektorëve që e bon punën, e shifni që është numëri madh inspektive që bon brenda vitit. Bile shumica për atynëve punën shtunën, didhen edhe jashtë orarët. Mungesa pajisjeve moderne që të sfit për hekim me njëherë. Besoj që gjatë vitit 2026 do të kemi pajisje moderne, sofistikume, që disa për analizëve mund një bëvë edhe në laboratorin. Harmonizimi me BAEN është sfidë e jashtëzakonshme. Jo rastisht e potencova, ka me qenë njëna për sfidëve më të mëdha. Pse? Në Agjencion Veterinës se ka marrë një farmesatare, veterinarë që janë të mirë, eksperta që janë të mirë, e kanë moshën mesatare diku 53 vjetë. Nuk di kur bëhemi të gatshëm na për me negociata, që ta që i kena të mirë kanë më shku në penzion. Duhet për një me shumë seriozisht me mendu kush ka me qenë pjesë e grupit negocimit në Bruxelles. E di që ndoshta dikujt nuk intereson kjo, po është sfide e jashtëzakonshme, cilën kena me ballafaqu shumë shpejt. Po shpresoj që do të vinë gjenerata të reja. Fatmirësisht sektori privat po zhvillohet shumë shpejt edhe ekspertat mirë shkojnë punojnë në sektorin privat. Nuk vinë institucione, sidomos në laboratori kemi 3-4 eksperta të jashtëzakonshëm në nivelin ndërkombëtar. Nesër mas nesër me ofru dikush pak më të mirë, e lehen laboratorin. S'di që do të bëjmë na si agjencion, si shtet, për me i bo i përmenda cilat analiza i bëjmë në laborator. Është një numër i madh. Besomni që i kena ekspert ndoshta që mund më krenu në Evropën Juglindore që i kemi na u. Po janë shumë të pak. Kriza ushqimore, reagimi shpejt, koordinimi institucional, importi nga tregu produktet pasigurta nga tregu jo formal, buxheti. Unë e di që ministri ndoshta nuk pajtohet, na kemi buxhet definitivisht limitu. 3 vitet fundit ka pas shkurtime buxhetore. Jo për fajin tonë, ne që ashtu e kemi gjetë. Na gjenerojmë të hyra diku 7.3 milion euro, ndërsa buxhetin e kena 5.3. Pra po krahasona në raport me agjencionet tjera, po kemi komunikimet vazhdueshme. E kanë 2 fishin, 3 fishin për çështjen e sigurisë ushqimore, shëndetit publik, shëndetit kafshëve dhe mirëqenies dhe mbrojtjes bimëve. Unë mendoj që kjo mundet me qenë ndoshta pak lokaliste në kuptimin pse jam në agjencion, po sinqerisht po them që buxheti për 5.3 milione për një agjencion që ka të bëjë me sigurinë kombëtare, unë e them, sigurinë publike, 5.3 milion mendoj që është i pamjaftueshëm. Mirë po, kjo është çështja që vendosin instanca tjera. Unë po them jo çdo herë duhet me punu vetëm me numra, ndoshta duhet me bazu edhe me çështje praktike në teren, çka po ndodh. Këtu e kam edhe kryetarin e odës veterinarëve, ky çdo ditë më qen ka 3-4 mesazhe. Thotë që kjo është problem, që kjo është problem, që kjo është problem. Unë për thëmë, qysh me zgjidha problemin pa pare. Do se ende për një me, nuk kryen pa buxhet. Se duhesh me dalë në teren me pa që pëndodhë. E në teren pëndodhë qka tjetër. Falsifikime me barna e shumë çështje tjera, kjo për thotë, qoja atje një inspektor. Qoja atje inspektor. Ana gjatë ditës i kemi minimum 50-60 denoncime për
afatin, qaj marketën e ke. Une nuk e përtëcova dhe një çështje shumë të rëndësishme. 2023, në fund të 2023, me plotësim ndryshimit të ligjit të sanitarisë, komplet inspektor sigurisë ushqimore kanë kaluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ja momentalisht po kryejnë veterinarët tonë. Edhe fitosanitarë janë të kry punën e inspektorëve të sigurisë ushqimore. Unë besoj që kjo është urgjencë, për arsye se besëmni kemi shumë kërkesa në baza ditore për çështjen e denoncimeve. Unë s'kom qare pa e përmend edhe qëta. Është mirë me e ditë. E kemi pas një ankesë për njën e kishon ngër pumla në Gjakov, edhe kish konstatu që ta pumla fatoni i Gjakovës, me njerë para, po thot ka kriju, ka shkaktu kretenizëm. Edhe ti s'ke qare pa shku, pa i marrë që të pumla pa i analizu. Dhe thot edhe natë drejtim janë të shku shambull për donë denoncim, e kemi një numër falas që zakonit ka edhe kësi sende. Siguria ushqimore në fund falni që e për nëzgjatë shumë, është përgjithësi e përbashkët. Këtu janë të ndërdridhur, institucione, dogana Kosovës, policia, fermer, operator të biznesit, për me pas një efikasitet, transparencë, kërkohet koordinim, bashkëveprim i gjitha akterëve që ka të bëjë me sigurinë ushqimore. Faleminderit shumë, falni që zgjata. Faleminderit për më. This is my first time in the Balkans, and I just want to say before we get into food safety, people have been so welcoming. It's been a real pleasure. The plane was late, but it's not your fault. That was Swiss Air. So that was the only minor thing, but it's a real honor to be here, speaking on behalf of EFSA, being part of your first ever National Day in Kosovo, the National Awareness Day. And for us, not only do we support this, but it's an honor to be part of this and share this with you. And Minister, Deputy Minister, Executive Director, members of the Parliament, the media, the Dean, academia, the fact that they're all different types of this Kosovoan interest groups here. For EFSA, it shows there's a lot of willing to understand what this is, what it means going forward, and what this means for your country as part of what we could call the big project of the EU, which is rather complicated, let it say. So I work for EFSA. I work in the External Relations Department of EFSA, and my role is to bridge EFSA's work, what we call internationally, so everything outside of the EU. North America, South America, Asia, the multilaterals. And it's interesting hearing today from all the people I've spoken to, just the importance of the food world to Kosovo, to EU membership. I've learned many other things, and I just have to say one thing that's not connected with food safety. I was born in Liverpool, and I'm legally obliged as a citizen of Liverpool to mention football very briefly, and I'm a Liverpool fan, and I'm happy to hear that there are some strong Liverpool fans here, so that gives me a lot of pleasure.